Ndryshe. Edhe mua më pëlqen shumë dhe është nga këto vajzat ndryshe. Ka një look, po pra kështu themi neve. Më pëlqen shumë. E fiton? Ja. Zemër në një lojë ka shumë. Po, unë kam thoni parin Wake Up para 2 muaj. Po të më pyesë, unë do isha mes Loredanës edhe Danjës që të ishte në natën finale. Njëra nga këto të dy. Edhe unë po ashtu, ja. Edhe unë shumë të dyja nga këto të dyja. Do me thënë, prit tani, finalistët e ju janë, Ari. Tani na ka nuk po. Ladies first, jepi Mona. Monika para. Gjesti. Se për mua ka bër loj. Mirë keq pa qenë Gjesti aty, nuk bëhesh e gjithë kjo zallamai. Po, ky big, është i Gjestit. Rozana? Po. Ka kaluar Rozana tashmë. Po, Laerti që e dëshiroj shumë të kaloj dhe pastaj njëra nga këto të dyja. Do desha shumë për natyrën time, që jam fani, që më pëlqen gallatat në Big, pa këto gjërat. Do desha Loredanën si ta. Po e bëre me 4 ti. 4 apo 5 janë? Po 4, njëra nga këto të dyja tash do desha. Mund të jenë 4, mund të jenë 4. Vjet kanë qenë 5. 5 edhe vjet kanë qenë 5. Nëse ashtu do shkoj Egli dhe pastaj njëra nga këto të dyja. Por mos e haro si i tha, o loti im, o qerpiku im i ajo ka perla më. Ti më shef mua tha si çupe xhaxhajt. Ti më kap në ka batuta, e kam thënë që javën e tretë, sepse unë i dua shumë njerëzit që kanë batuta, sepse ky Big duhet të ketë dhe batuta, duhet të ketë dhe spontane. Tani gjatë edhe është dhe për ty Monika, për gjitha ju keni gjithë. Po ti marrin vesh finalistët, se ja lan për gjys. Oh, s'ka thënë Ari. Tani gjykojmë 4 apo 5? Si do doni? Unë Gjesti që ja fiton Rozanës atë me shumë vështirësi. Pastaj që kemi në një mendim. Po, edhe unë ju mendoni që Gjesi fiton Big Brotherin? Po. Okej. Me Rozanën krah. Okej. Po, pra me Rozanën dysha që shkon, po unë kështu e shoh. Ne do jemi të lumtur, sido që ti jetë Ari. Pastaj Laerti, pastaj do doja të thoja Danja për klasin që ka treguar si goc. Dhe një 5 ndoshta atëherë do them Loredana sepse është dhe mikeshe qetësorit nga Tragjasi. Tani Eglin se fute fare këtu te kjo. Po mirë ti thej që sot ju ti të vej, po si kaq kontradiktor. Po sepse ti ngatron analizën me dëshirat dhe me janë dëshira këto. Të pyeti kë doje nga këto të dy ta fitoj. Pse kontradiktor tani, ha? Të dy të parat bëj analizë gjatë ftohtë. Kë këto të tjerat e bëj. Ore ishte pyetja kë doje ti? Doja apo çfarë? Që të dali sot në finale. Jo, kë mendoj që do të shkojnë finale, jo kë do ky. Ore kë dëshiroj apo kush mendoj? Po kë jo më kush do shkojë për mendimin tënd, po. Kush mendoj që do jetë finale? Kush mendoj që do jetë finale? Po pra thash, Gjesti do ja marrë Rozanës. Jo, në sonte midis duke qenë se futet te 5-ja, po nuk e futi Egli fare në 5-ja finalistëve. Sepse ajo është atëherë edhe një herë, 5 finalistët e tu cilët janë Ari? Po ta thash pra Gjesti, po. Mirë, okay, do vej me Eglin pra ta heq Loredana. Tani mos e qetëson. Po thash pra Loredana në fund. Nuk shpëtojnë detajet. Tani se sepse është persekutuar shkreta për çik dashnia ty 3 muaj se. Tani është në rregull. Ka sens humori. Edhe bravo. Është shumë fine dhe ka shumë sens humori për finesën. Jam njësh me ty. Në këto 4 ore gocat mund pëlqejnë këtë Big Brother, gjitha, edhe Gerta. Çunat janë skandal. Gjitha gocat për mua le të shkojnë finale. Edhe Gerta që ka qenë që ka finale me femra, vetëm me femra. Shumë Brother nga gocat më pëlqejnë takat e Gertës. Është gru mosh kokra ylli. Ta përdor dhe vetë. Edhe bravo qoftë, janë gjitha gocat shumë kinge, çunat janë çop. Është vërtet gjithë gocat janë yje. Tani Ari vetëm Gjesti me gocat pra. Në këto 4 Big Brother VIP, ti je tunduar që pse s'jam unë ke ky. Jo, për zotin asje. Shi, ka ke pari është tunduar e të thash? Jo, më kanë thënë, po thash, jo, ke do plaste pesh. Kam pasi dashur që s'mlete në asnjë mënyrë. Tani unë dava verë me atë dhe ke ty thash. Ta je single ti. Po ma prishin menjen. Paga shumë. Po të bëu me prishin me, isha verë thash, avash çikse. Ishte verë. Paga shumë jo do të vjen gjelata kur i sinqerisht ndoshta. Do të thonë ti ke qenë verë që për ne nervoz ti. Ma ta them përgjigjen apo? Jo kanë. Në tekst. Si më thon kisha pak të ndim duke pas parasysh që shumë pak për të vetëm arsye se është kënaqësi kur ti arrin që influencon njerëzit pozitivisht. Dhe mendoj që nëse jam gjendje ta bëj diçka të tillë, është një lloj kënaqësie dhe do më pëlqente të përmirësoj jetën e njerëzve sepse
në këtë moshë kam marrë, kam kuptuar që nuk është aspekti material ai që të bën të lumtur, është aspekti shpirtëror dhe mbi të gjitha je ti që e bën veten të lumtur ose ose bëj një pyetje Ari, u bë patetike se mua më tha Ari, se u bëra patetike, ke gabim. Të Big Brother, nëse do ishte të edicion, me kë do mpleksesh ti? Me Rizartën duket. Ajo më pëlqej, po lezetshme. E mirë. Unë mendoj që nëse do dëgjoj Edion Liço këtë emision apo Sara, do na fuzin të pesë. Viti tjetër, Lupi. Ta marr pas. Paloma, kush është Big Brother më i mirë nga këto 4 për ty? Jo, unë i pari. Ai Big Brother. Ai ka qenë. Ai sepse edhe Luizi që pati atë. Ai se këto mësuan nga ne pastaj. Po lek jo më valla. Po fati dhe ishte pyetja ime më shok. Po mirë më vazhdo. Po pra përgjigjen. Le ta thot, ka i mendim ai. Mos bëjmë si prime pash zot. Edhe Luizi ishte shumë fenomenal, por ke ju i kishte lezet se ishin të gjithë protagonistë dhe tani që i shef dhe çka kanë pasu, ka qenë vërtet. Edhe e thash, për mu lezeti është që ti të elaborosh fjalën dhe të luash brenda fjalës, se po u banalizuam, u vulgarizuam këtë mas që kemi ardhur, nuk kam as kuptim, është unë për vete kam i natyrë që në konfidencë të gjithë bëhemi çik banal, të kuptohemi, por nëse shkon biseda kaq banale, unë bëhem agresiv fizikisht sepse nuk mund ta duroj. Një herë, dy herë ti që më ofendon nuk ka gjatë ti kërkon që unë të reagoj fizikisht ndaj teje, se për ndryshe çfarë kuptimi ka. Edhe prandaj dhe për t'i dhënë përgjigje, prandaj dhe edhe tundimeve që kisha thash. Jo. Plasa peshku me ty mund ta them edhe. Do plasa peshku. Domethënë, sepse do thuhet që do bëhet një Big Brother me më të mirët e këtyre. Ama se kemi gjithë të kohë që e dëgjojmë, po nuk është se. Po nga që i pesi pra. Hajde ta mbledhim çik bëjmë thashë them. Se lezetshëm do ishte. Hajde ta ndjellim. Aty në edicionin deklaroj publikisht që ju s'më keni njohur ende. Shit, unë propozoj diçka. Që kjo të bëhet që të jenë njerëzit që t'i zgjedhin nga gjithë protagonistët që kanë qenë, kë do donit ju të rishikoni. Televotim që para. Pra, bollë se ne i njohim gjatë, këto audicionet i kanë krijuar. Të ditë lista edhe ato nga ata që janë disponueshëm dhe disponibël për të hyrë brenda. Zgjedhjet e 11 maj. Shumë marrë, shumë interesant Big Brother. Ai është me një kusht ama. Që fituesit nuk duhet të jenë se kanë fituar. Të jenë këta, jo fituesit, se fituesit kanë fituar. Pse s'ka gjë? Po nuk e fitojnë. Po nuk e fitojnë me ata. S'ka shans ta fitojnë më. Dhe fitojnë tjerët. Tim shpida është dizë. Unë mendoj që duhet të vim dhe javën tjetër, se nuk na doli një emision për Nëse ka një emision që unë me Lonën kemi folë më pak është ky. I thash sot në telefon, sa se sot kemi do punojmë, jemi pushim sot. Okej, përqindjen e rrogës, jo japim numrin e llogarisë na kalon. Po do i kalojmë gjithat në llogaritë. Faleminderit nga zemra që erdhët. Jeni të papare dhe jeni figura që sa herë dilni në intervista jeni. Jo. Çi kemi thënë? Jo, unë sa herë që dilni ju shoh në përgjithësi televizive. Puthja e tyre do bëhet virale, do diskutohet. Ti ke coaches e bënë tënde, po jetë tash. Dhe ajo imagjinata që mund ta kemi që thashun që unë do puthem me Arin. Po dëgjon hera parë që put një femër. Ti bëj edhe ti sot në inauguroj, veçanse kemi lindur nga ky program shumë. Unë jam si ty Paloma, unë sput meshkuj. Unë put vetëm femra. Përveç asaj unë dashorte në Salçano se kam një kesh, nuk mund të rrezikoj. Grupi jeni fantastik. Fantastikët ishin sot me ne dhe ky program është fantastik. Nuk morën fituesit. Kush fiton Big Brother? Gjesti pra than. Jo, Ari sa Gjesti. Jo, Monika tha Gjesti. Edhe unë them Gjesti. Rozana Radi. Okej. Pavarësisht se edhe tek Rozana jam pak. Ti çfarë thua? Po të këno bilbile. Danja. Unë nuk them, se unë jam çdo natë në Big Brother Radio, mos më pushgaton. Kush do donte ta fitoje? Kush do donte ta fitoje? Rozana Radi. Rozana Radi dhe ti. Mirë. Kështu e mbyllim këtë ndryshe për sot. Jeni shumë të mirë, tani gjithë do japim gotë tash për të folur ashtu si na ka hije. Na do gjithë. Ti do të kishim mbyllur më përpara.